Ju përshëndes, mirëmëngjes të gjithë dhe mirë se erdhët në Reze Dielli. Takohemi në këtë transmetim të drejtë për drejtë për t'ju përcjellë tek ju tematikat që kemi menduar sot për të ndarë me shikuesit e Reze Dielli. Do të kujtojmë një shkrimtar i cili ka lënë shumë në letërsinë, në arenën letrare. Ai është ndarë nga jeta vetëm 3 vite më parë. Është Naum Prifti, për cilin është mbajtur edhe një aktivitet përkujtimor për këtë shkrimtar, novelist, tregimtar, dramaturg e deri në skenar të filmave. E bija e tij, Julika Prifti, vjen në studion tonë për të folur për marrëdhënien me të Atin në vitet e jetesës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në doshkrimet që ai la pas dhe gjithçka tjetër që ka menduar të bëjë me atë pasuri të jashtëzakonshme, të botuar dhe të pabotuar të shkrimtarit të madh të ndjer Naum Prifti. Në pjesën tjetër të bisedës do të flasim për farmakovigilencën. Çfarë është farmakovigilenca? Pse nuk raportohen efektet anësore të ilaçeve që konsumon popullata nga pacientët apo nga mjekët? Çfarë duhet bërë? Si të kuptojmë që barnat nuk po funksionojnë dhe kanë skaduar, pavarësisht se në etiketat e tyre janë brenda afatit të caktuar. Do të jemi në studio me një zonjë e cila do të na shpjegojë dhe shtjellojë më së shumti pikërisht këtë efekt që secili bën pyetjen tek vetja vet. A kanë efekte dhe pse nuk raportohen nga pacientët tek mjeku dhe nga mjekët tek pacientët? Në kuzhinë do të shohim se çfarë ka menduar Albana për t'ju gostisur sot. Mirë se të gjeta, me kutiza, me viza, sot, të dyja. Si të kam? Si e keni sot? E po mi gjeometria në dash ka fort. Shumë fort, sot. Edhe gjeometri do të bëjmë edhe në kuzhinë, se i kemi kështu të kryqëzuar edhe pak, edhe sakt. Sot kemi një tavë me patate, por që është me një shtres të bardhë, me shtres beshameli. Gjithmonë shtresa e bardhë beshamel është. Ku ka beshamel është mielli dhe ku është mielli është gjalpi, por unë them gjithmonë, gjalpin unë mund të zëvëndsoj shumë mirë me çfarë do lloji yndyre. Kurse mielin nuk e zëvëndsoj dot. Dua ja që ola mua më del shumë e pazëvëndsueshme, sepse më duhet ai mielli i dur për të gjitha gatimet. Dhe sot unë kam miell për të gjitha gatimet. Por nëse ju doni mund shumë mirë mund të vendosni edhe mielin që është për pica. Po. Ja pra që zëvendëson këtë për çdo përdorimi. Unë thash, ola është e pazëvendësueshme, thash. Pastaj unë kam alternativë që kam gjithë gamën e miellit, po të dua unë për shumë mund të vendos edhe me farinë hap. Të kuqen, jo as të verdhen, as portokallin, Mund të vendos bion, pastaj thekër dhe tjetër nuk mund të vendos. Shtoj yndyrë, kam pjesën e miellit tek yndyra. Shtoj edhe pjesën e gjalpit, kam pak djathë të grirë, që është tani të them pecorino, të them parmigiano, po si të doni ju, po them edhe djathë dhia, ai forti, ose ai djathë kaçkavall, për shembull, që përdorim ne edhe për ta konsumuar, me bukë patjetër, e lëm të ftohet, e lëm të forcohet, diku në një pjesë frigoriferit, patjetër me pecet, ose me letër kuzhine. Ajo është shumë e mirë, është idealja për ta vendosur tek beshameli, shtoj pjesën e gjalpit, do thoni ju Albana ke vendosur gjalp shumë? Jo, absolutisht, jo kur themi, no, fare, ka vendosur, asa më duhet, pse? Sepse e gjithë kjo shtres këtu, do kaloj në 2 shtresa dhe me patatet. Tek patatet, ja ti marrë këtu se e di që patatet, mbasi unë i kam lënë në ujë të ftohtë dhe duhet të rinë 15-20 minuta në ujë të ftohtë, është ai far blansherimi që themi, më pas i thaj me pecet, sikurse më duhet të thaj edhe pjesën e sipërme, që mos të ketë fare lëngje. Ky veprim i bën që të jenë patatet krokante. Po. Do thoni ju krokante në beshamel, po patjetër krokante në beshamel. Krijohet ajo shtresa e skuqjes. Nuk dua që të shkri tërësisht ose në thojza të digjet vaj, se dikur thoshim të digjet vaj. Do të shtojmë masën e miellit. Po e lihesh edhe lihet sa arrin një pikë kulminante. Shoh që qumshin e pas kam lënë më njan. Se marrë unë qumsh ose... Ja, një sekund. Një
sasi qumshti sa të Po të përgatitet doni ju për shembull, jepet. shumë mirë, shtoni pakës qumësht edhe pjesën tjetër e shtoni me ujë. Tjetër që ne na duhet dhe ekonomia. Pra ne këtu nuk gatuajmë për të përmendur produktet dhe për të paksuar boshatisur xhepin tuaj. Pra shiko si fillon edhe bëhet ajo ngjyra e verdhë e bukur dhe jo fal gjalpit, por ndërthurja e gjalpit me vajin e ullirit. E lëdesa fillon këtë zjerjen, atë zhurmën e vogël, atë zhurmë ka. Ja. Do filloj ta shuaj avash, nga dal. E gati e kemi një beshamel, atë salcën e bardhë, sot filloj të rëndohet feli. E lë sa të marrë pak veten, duke i shtuar pjesën e kripës, dhe siç e patu nuk shtova, s'kam ndërmend që të shtoj vezët. Të jetë më pak, kur themi që të jetë pak më shëndetshme, më pak light, më pak, nuk është veza. Veza vetë është protein. Kështu nuk është problem se unë shtoj vezën edhe e bëj më të lehtë. Më të lehtë unë e bëj duke menduar gjithmonë për mielin. Aty është tek gjalpi, që mund ta bëjmë, mund ta kalojmë vetëm me vaj bimor, lë dielli, me soja. Kjo është që ne e ndihmojmë të tjetë. Por nuk e do edhe pjesën e djathit, po e do pa tjetër. Arën e moskatit ose arën byshk. E do dhe do si qeqo kur themi. Sepse arën myshku përdoret në beshamel, në salcat e bardha, si kurse dhe në disa ëmbëlsira. Nëse unë filloj dhe jap më fort, e që më shumë, atëherë unë e kam quar dëm këtë ushqim. Kështë i dhëron të prica e armyshku. Filloj tani ja. Filloj të bëhet njësoj si puna e paluzës. E mualebis më sakt. Tani Niki, të lutem më shto dhe pakës ujë të ngrohtë. Sepse masa e qumshtit, unë masën e qumshtit e kam darë në 2 pjesë. Kam mualebin. Faleminderit. Pra e zgjova pak atë masën e ngjeshur. Ja. Kjo është pjesa kryesore. Pra u morëm me beshamelin, për të bërë një beshamel të pakokrizuar, duke i qëndruar shumë mirë, hap pas hapi, çdo pjesë të kësaj salce të bardhë, që do të jetë si një shtrat për patatet, të cilat janë mbuluar që të mos oksidohen, janë prerë në disqe. Provojmë dhe për shijen e kripës, brenda është shtuar edhe shtoj djathi dhe lë kripën. Dhe recetën e shkruar mund ta shënoni në bllokun tuaj. Patate në furrë me shtrat salce të bardhë. Kemi marrë 1 kilogram patate të prera në disqe, 2 lugë gjelle vaj ulliri ose gjalp, krip dhe piper i zi, pak rigon ose trumz. Kjo për t'i marinuar patatet. Për salcën e bardhë, 50 gram gjalp, 50 gram miell, 500 ml qumësht i ngrohtë, krip dhe piper për shijen e recetës, 1 majlugë arë muskat dhe 100 gram djath kaçkavall të grirë ose djath pecorino, ose djadhie, çfarë të keni ju. Një djath që shkrin. Djath i bardhë nuk besoj se do të hynte në punë beshamelit. Është tjetër lloj djathi ai që të bëm punë për këtë recetë, djath pice pa ashtu mund të jetë një variant. Tani me përgatitjen e salcës së bardhë, vazhdojmë ta shtrojmë. Patatet që unë normalisht
u kam përthithur me letër ujnë. Dhe ja që, largoj. Shtoj. Shtoj merzat të patatet, si që lexova. Kry piper trumës ose rigon të thatë. Edhe pak arën e moskatit që të bëhet lidhja dhe me beshamelin. Pa vaj. Nuk do t'i shtrosh vaj këtu, se kemi masën e gjalprit e qartë tek kam yndyrën. Beshameli. Prandaj thash, nuk është yndyrë e shumë t'ju që e shikoni, sepse kemi kursyer, pra kemi krijuar ekuilibrin tek patatet. Tani është momenti final, do të vendosim salsën mbi patatet dhe të gjithë masën në furrë për të pjekur. Në një furrë parangrohur në 200 gradë Celsius, siç është mbrapa shpinës time, në 200 gradë është furra. Fillimisht një shtrat me salsën, patatet dhe më pas përsëri sal patatet. Në formë zemre. Pra kur janë të thata, të pa lëng, pa ujë, është shumë e kollajt që të Një dhe vendosja kanë qik durim edhe me duhet me një radhë sistematike. Nuk është se... Pjekja pastaj do t'jetë, nga dalë do të marrë një ngjyrë të kuqërem dhe bëhet shumë të shishme për drekën e sotme. Një luk të vogël ndihmon më mirë. Shumë lehtë që mos i zhvendosim patatet. Filloj sërisht nga e para. Është njësoj si loja e dominove. Por nuk bëhesh e ndryshe nëse i hidhje të gjitha patatet rëmuj dhe si për hidhje beshamelin. Qëllimi është që edhe të gjitha patatet të mbulohen dhe të marrin salcë. Shtresa e fundit do t'jetë me patata, apo jo? Pakës fare ujë, shumë pakës ujë. Një vendosje tjetër. Pakës fare. Për ta bërë, më të dihet që beshameli sa më shumë të qëndrojë dhe fillon të trashet nga prania e miellit, duke u ftohur, duke u forcuar konsistenca e tij, tani kemi gati për stresën tjetër. Mendoj që po t'i kishin shtuar vezë. Besoj se tava për këtë recet nuk duhet jetë shumë e gjerë, se do duhet shumë beshamel, pastaj me rritjen e beshamelit dhe sasisë së tij duhet të rritet edhe sasia e yndyrës që do të përdorni. Ndryshe beshameli pa yndyrë nuk bëhet, duhet të jetë në raporte të barabarta, me sa kuptoj nga miell edhe yndyrë, gjalp ose vaj ulliri, që t'ju dali një beshamel i një trajtshëm. Masën. Dhe shtresa e fundit do të jenë patatet. Të shojmë.
Pra, edhe njëherë, beshameli, qumësht, 500 ml, gjalp edhe miell në sasi të barabarta nga 50 gram, kri piper, pak arë moskat dhe djath. Një djath të fort, djath kaçkavall, të grirë, pecorino, ose edhe djath i picës mund të shkoj, kemi përdorur dhe në salcat të tjera. Pastaj patate, vaj ulliri, kri piper të zi, pak rigon ose trumz dhe vendosja e shtresave. Salca fillimisht, patatet, sërish salc, patate, sërish salc, përsëri patate. Dhe ne përfunduam këtu recetën, e vendosim në furrë për të pjekur, më e qartë, më e thjeshtë dhe më e shpjeguar e stërholluar, nuk ka shpjegim, nuk kemi çfarë t'i bëjmë tjetër kësaj recete. Ndaj shkëputemi për prostatolin, vjen suplementi bimor për gjithë personat cilët vuajnë nga prostata, është një suplement që i ndihmon ata, është tërësisht bimor pa efekte anësore. Mirë se erdhët, vazhdojmë me recetën tjetër të dytën, këtu në rezen ton, gati me perime tani. Kemi një recetë të shpejt, si çdim ne t'i sjellim recetat, sepse duhet patjetër që t'i lehtësojmë punën avisave, e t'ju shuajmë atë dilemën se çfarë do gatojmë, ndonjë gjë të mirë, të lirë, edhe mos na marrë shumë kohë, se kemi dhe gjëra tjera për të bërë. Patjetër që po. Atëherë një gjell me speca. Një gjell me speca, me oriz dhe domate. Besoj se të paktën brezi im e ka konsumuar nga prindrit shumë këto ushqim. Ndërsa brezi im kujton ato aromën e mirë që vitet e shkalla nga kjo gjella, kur bëheshin specat, sepse edhe toka ishte ndryshe dhe kishin një shije komplet ndryshe specat dikur. Megjithatë, ti na ke sjell një gjellë që na ofron atë mallin e pranver verës, kryesisht fillimi verës, kur dalin dhe tani duke qenë se kanë dalë shumë më herët për shkak të ngrohjes, i gjejmë edhe të freskëta, ka edhe të mira. Pra, përpara se unë të vendos qepën... Bëjmë një salcë në çast, salcën e domates. Direkt qepën. Pra, ti themi pak produktet atëherë fillimisht. Edhe një pjesë të specit. Kemi speca, disa ngjyshe, jeshile, të kuqe, të verdha, kemi domate dhe domatina, pra pomodorini, qepën, orizin, hudhrat. Më të organizuara i keni në tabelë, merri një shënim, gjell me speca dhe oriz. 4 speca jeshil shumë ngjyrësh, gjithashtu një qep, 2 thelpinj hudhër, 2 domate të pjekura, 1 filxhan çaj oriz, 3 filxhan çaj ujë ose lëng perimesh, 1 lugë gjelle vaj ulliri, krip dhe piper sipas shijes, pak rigon ose trumz dhe majdanos, koper, në bimët aromatike, pastaj ne e lëshojmë dorën. Na pëlqen t'i përdorim deri në fund dhe kryesisht nëse u mbasim vlerën bimëve aromatike, po t'i lëmë kështu jeshile siç janë. Aty kemi speca dhe domate, specat e kuq, të bërë salcën. Pa shiko, kemi një salcë që kemi gjithmonë atë dilemën. Ora, unë do gatuaj, por ajo salca mua nuk më dele kuqe. Më dele kuqe gjella. Ja, ky është problemi i salcës. Kjo është zgjidhja që japim ne. E sakta dhe me sakta, vendosni një qep të kuqe. Po, edhe një specin. Në domaten. Në çdo gjellë, në çdo të bamjet, mashurkat, patatet. Është opsionale që mund të vendosni edhe pakës karot. Në kështu si të bëre, me këtë salcën, e që ta bëja unë, ta ka urdisja pak, do t'i shtoja pak ves, një ves të rahur, pak qumë sherza dhe një recet tjetër. Ajo është kimë me domate. Kimë me domate, mrekullim. Kimë me domate. Pra rrugës në mbetet pak shumë nga salca, nuk e hedhim, e përgatisim. Ne tani kemi fiks me masat që do të na përgatitet receta e specave me oriz dhe me salcë domatesh të freskët, pak hudhër, sa për t'i dhënë ato aromën edhe shijen karakteristike. Të ka urdiset pak qepa. E lëm të ka urdiset pak me
Me kripe, ndihmojmë pak me kripe. E lëm. Kam specat. Specat. Kështu në shkopin, në zhuljen. E mira, që të kemi speca 3 ngjyrash. Bëjnë diferencën. Ato e ke spec mbushje, spec zile, që e ndryshe. Të kuqe jeshile dhe pak më të hapur se jeshilja. Në shitje një 3 speca. Por ato që janë e verdha, e kuqja, jeshilja, ato janë pe. Por janë dhe më të shtrenjta. Edhe më të Dhe shtrenjta. unë prandaj vendos që t'i gatuaj me këto. Pa tjetër që speci i mbushjes zbutet më shpejt se zilja apo briri. Llojet e specave këto. Speca zile, për skuqe. Zile ma ke me hile. Vetëm speci i mbushjes është. E largoj. Për zbutur qepa. Shtojmë orizin aty. Një trazim. Derisa të filloj e të zbutet, e keni parasysh kur bëjmë risotto, pjesa e orizit, për shembull marr vetëm një oriz, duhet të jetë aq i butë sa që 2 thonjt Ndahet, po. të shkojnë deri në zemrën e orizit. Edhe Do kokra thoni bëhet ku më është zemra e orizit, transparente. diku nga mesi. Bëhet dhe më transparente kokra dhe... Pra fillojmë, nuk duhet oriz kokër gjatë, duhet, ky, rumbullak. Dhe e përzijej me shumë dashuri. Kam 2 thelpi të hudrës. Pra shtypja dhe grija me pas e hudrës është e duhura. Se janë disa procese që duken si të parëndësishme dhe të pavlefshme për t'i thënë, po janë ndikuese goxha në shijen e gatimit. Për shembull, një rast konkret dhe shumë i thjeshtë është hudhra. Nëse atë e hedhim siç është si thelpi hudhre, nuk do të ketë atë shije dhe atë aromë që do të kishte nëse do ta shtypnim dhe do ta grinim në të njëjtën kohë. Ka shijen e mishit. Nuk ka aromë të fuqishme. Në këtë sepse rast. zbutet. Pra kalon tamam se shija e trurit. Nëse ne e kemi të tillë dhe hedhim në fund, ka shije të duhur. Nëse ne e hedhim me lëvozhk, kur bëjmë thjerrzat, me lëvozhk, është e duhura, nuk lejon aromën. Pra ka mënyra të ndryshme. Nëse ne e bëjmë pure, shija është me fuqishme normalisht kur e shtojmë në fund diet. Prandaj ne mund ta zvendësojmë dhe me hudhrën që është pluhur. I kam të Një gjitha ditë tjetër, sepse janë aq të panumërta efektet dhe benefitet që kemi nga konsumimi i hudhrës, kryesisht të freskët, edhe në gatim, po edhe të freskët, sa e quaj me shumë vlerë që një ditë, meqense ne hudhrën e përdorim në çdo gatim, të sjellim një material, një informacion detajues pikërisht për hudhrën, do ta kemi shumë shpejt. Dhe adi që do kemi materialen, duhet të kemi dhe të paktën, do të kemi gatimet vetëm me hudhra. Po, mund të bëjmë, për shembull, në një salcë me hudhra, në një supë me hudhra. Hudhra bëhet edhe gliko. Deri te glikoja. Deri te glikoja. Mbasi e lëm në ujë që të ikin të gjitha aciditetet dhe kur ngel bosh, kur themi bosh, nga ndonjëherë kur u ngela bosh pa fjalë, atëherë ne fillojmë dhe e gatuajmë hudhrën. Është i puna e kumkatit, e limonit të vogël kinez. Po. E tillë duhet të ndiqet procedura e glikos. Këtu bëra një shuarje, jo me verë, se s'm duhet vera, është gjell tradite.
Në fund fare do t'i shtojmë këto të tjera, kur të zjedhe pak orizi, që të lëm pak ko. Salcën. Që ka brënda dhe njëherë domate të kuqe, spec të kuq, shtuam edhe një karot. Që të ruaj ngjyrën e kuqe deri në fund, shihen aromat gjitha. Edhe t'japi bukuri pjatës. E trazojmë dhe e si duke si ku kemi shtuar fix panxar. Atë të kuqe të flakt ka. E lëm tani pra qepën, shtuam orizin, e zbutëm qepën, shtuam orizin, shtuam të salcën që përgatitëm në qast, dhe pasi të ketë marrë valën, Albana do të shtoj edhe specat disa ngjyrshe, udhrën. Kam diçka tjetër. Do t'i kaloj në tigan. Do t'i japësh një fuqe të lehtë, një kahurdisje të lehtë. Do t'i begenis ashtu siç duhet. Një ngrohje, po ne shkëputemi për pak reklama. E derisa të bëhet orizi pak edhe shumë në rregull. Kështu që rikthehemi që të vazhdojmë recetën pas publicitetit. Na prisni, mos u largoni. Mirë se erdhët, vazhdojmë të jemi në kuzhinën e për recetën e specave me oriz, një recetë e thjeshtë, e shijshme shumë, ka ngjyra, ka shije dhe aromë, dhe është shumë kollaj për ta përgatitur. Shohim së bashku dhe njëherë tabelën me përbërësit, se çfarë përmban kjo recetë, përveç specave, të cilat është kusht që të jenë të paktën dy ngjyra, të kuqe dhe jeshile, gjë që mund t'i zgjedhim dhe t'i gjejmë kollaj fare. Pastaj duhet një qep, cilën e kahurdisni, 2 thelpinj hudhër, të shtypur dhe të grirë, 2 domate të pjekura, 1 filxhan çaj oriz, 3 filxhan çaj ujë ose lëng perimesh, 1 lugë gjelle vaj ulliri, krip dhe piper sipas shijes dhe pak rigon trumz për ta rregulluar shijen, pastaj koper majdanoz bim aromatike sa të doni ju në fund fare pasi të ketë përfunduar receta. Kemi nisur duke kahurdisur qepën, zbutur qepën, më pas shtuam orizin në të. E kahurdisëm pak sa orizi të bëhet transparent edhe të shtypet, po krajot e tij, më pas shtuam salcën të përgatitur vetë me domate të pjekura, me spec të kuq dhe me një karot. E shtuam salcën, e kemi lënë në vatën tjetër që të shtojmë hudrën dhe që thamë, specave do t'ju japim një kahurdisje, një zbutje. Po në shije do t'jenë pak al dente. Sa shton hudrën, aroma e specave është më e fuqishme. Po, gjë e mirë kjo. Tregon që janë të mira specat. Po. Nuk e di, mbase në proces termik, nuk e di, mbase mund të jenë të një zone, nuk e di. Janë të serave, tani kështu që varet nga fara, nga lloji i tyre. Domatet. Fidanët. Pra, preferoj që të kem edhe gjysmën e domateve, ta kem të tillë, të kaluar në specat. Do më eglengje, marë bimët aromatike. Do me bollik. Ok, edhe koper edhe majdanoz. Gjitha. Pra, edhe koper dhe majdanozi, edhe për shijen e udhrës që kemi shtuar në tigan, përveç se na japin atë shijen fantastike në kuzhinë, na lehtësojnë të largojmë aromat e hudrës. Për shembull, nëse dikush dëshiron të konsumojë hudrën, por ka problem tretjen dhe dihet që hudra për shkak të substancave të fuqishme që ka, ndryshe nuk do të ishte një antibiotik natyral, ka dhe atë aromën që ndoshta është bezdiste për dikë tjetër, po edhe për personin që e konsumon, sidomos personat me tretje të ulët.
Një mënyrë për të larguar aromën e hudrës është edhe majdanozi. Një tuf majdanoz dhe gjithçka eliminohet. Pak uthull, moll gjithashtu, qumshti, janë disa mënyra që i kemi treguar për të eliminuar aromat. Dhe jo vetëm të hudrat, po edhe kur konsumojmë ushqime me proteina, salcice salamra për shembull gjithashtu. Është një nga mënyrat për ta rifreskuar aromën e gojës. Ndryshe pastaj ka dhe mënyra tjera më të thelluara. Gati tani për ta përfunduar recetën. Pra edhe ky procesi i kaurdisjes, i zbutjes pak fare të specave mënjane i tigan, është i rëndësishëm. Duket shumë e bukur gjella me ngjyra, me shkëlqim, me ngjyra, me sasinë e duhur të orizit specave, ekuilibri që do të ketë për sasinë e njëra tjetrës. Ju po të doni, a mama ta bëj një ndryshim plani, a ma se vdes për të ndryshimet e plani. Më shani më pas. Të s'kam qa bëja. Më shani më pas. Qa do t'jedhë? Është në një copë djatha, në një veza. Dhe shohim qarë të lindi si ide. Se jam e së mu. Po mirë bërë. Mirë bërë, se ndoshta të frymëzoj edhe kamera jonë. Ja. Për kremviçet e viçit të tonës. Qa ti bëj tonësën? Qa ti bëj? Pja një prerje. Edhe nuk ju bezdis fare, si që kam kështu të tillë. Si që është e tillë. Që shije ka. Që shije ka. Deri diku orizi ka zier. Tani edhe një val do të marri dhe është gati. Është një gjell e trash, nuk është e lëngshme që të ngjyhet, sepse ka orizi dhe e përthith gjitha lëngjet. Sa të zbuten e të lëshojnë aromat e tyre copëzat e salcices. Mua mamaja më ka bërë tetanike. Dhe në base këto veprimet e mia që janë gjithmonë spontane, duhet të lidhen me këtë. Lindjen para kohë. Lindjen para kohë. Mama, mirë ke bërë tetanike, sepse më vi shumë ide gjatë gatimit. Është spontane. Tani, servirim këtë recet. Shumë pak, shtoj edhe ja. Të dyja receta do përfundojnë paralelisht bashkë me patatet në furrë që, si që shihni, është përthar, është përthithur pjesa e lëngshme e beshamelit, po ashtu do t'i lëmë dhe pak ko patateve që të zbuten ato dhe i kemi gati. Kemi dhe i për recet, pa tjetër. Kemi për një recete, për të pirë kafe, për të pirë çaj, çfarë të duash ti. Do kafe apo çaj sot nga Mokador? Me thënë drejtën... Se kemi provuar ndonjë çaj në Mokador? Kemi si variante të ndryshme të kapsulave diva me kafe. Që këtë mua lebit të çaj. Me limon të shkon, të çaj me limon. I kam bërë gati se e nisa pak më herët për të bërë njërin çaj dhe janë këto kapsulat që janë 26 të tilla në çdo paketim, sikundur janë edhe llojet e ndryshme të kafes, kapsulat diva nga Mokador. Na sjellin një shije të parezistueshme të çajit me aromë limoni për personat të cilët janë adhurues të çajit, atë provojnë edhe në ekspres, po marrim një kapsulë e cila siç thash përmban, nëse e dëgjoni, 7 gram. Çajin me shije limoni. Gati për ta shijuar në total e gjithë sasia do të shijohet nga Albana. Sot do ta provojmë për herë të parë kapsulën me çajin e limonit me aromën e parezistueshme që na sjell Mokador me ekspresin Deluxe dhe bashkë me ekspresat e tjerë cilat janë në dispozicionin tuaj nëse dëshironi që të keni një ekspres fantastik të shpejtë dhe t'ju bëja të kafen kremoze që të mos i rezistoni dot dhe për ta nisur ditën plot energji. Provojeni, ndërsa ekspresi që sa po përfunduam që na ndihmon edhe për kafe, por edhe për çajin me kapsulat me aromën e limonit, është në dispozicion edhe të zyrave të cilët zgjedhin ta konsumojnë kafen aty bashkë me kolegët, me kushtin e blerjes së një paketimi me kapsula të ndryshme sipas llojit dhe shijes së kafes që u doni.
Çfarë arome mirë të kam sjell një çaj me një shije fantastike limoni. Meqense kërkove një çaj sot, dikush preferon kafen, dikush preferon çajin në mëngjes. Ne I kemi të dyja fatmirësisht. Një hapje e tillë e kapsulës që përmban 7 grame dhe një kafe, për kapsulat Diva vinë me ngjyra të ndryshme sipas shijes dhe llojit të kafes, se këtë e ka të veçantë Mokador, që ka një larmishmëri të madhe të kafes, një prekje lehtë të butonit në ekspresin Diva për t'ju dhënë një shije të pakrahasueshme, një kremozitet, një aromë, të bën si kur je në ato kafenet italiane me këtë shijen e shpumzuar të kafes. Për ju që e adhuroni, sot provuam çajin Mokador me kapsulat Diva, të cilat janë kapsula sepse i gjithë Mokadori punon në një sistem të mbyllur, kapsulat janë ekologjike, riciklueshme, pa absolutisht asnjë shtesë kimikatesh apo konservantësh, janë tërësisht ekologjike, 100% të tilla. Rikthehemi tani te gatimi, na kanë mbetur diku te jemi te 10 minutëshi për të përgatitur dhe një recetë tjetër të tretë. Një me fruta të thata. Kam një seshten, qumshtin. Po. Do bëhet si tip muhalebie si paluzi dhe do të ketë brenda dhe frutat e thata të cilat konsistencë më të trash. E lëm pak më tepër, ose shtojmë pak më tepër një seshte. Kish edhe pak portokall, sikurse, ose ujë trëndafili. Ja, I largoj unë enët që zduhen. Ka vendosur të nxeren, të nxehet. Që të trashi masën e një seshtes. Dhe direkt. Këtu dua të pak ujë Niki. Ndeza edhe tjetër. Pak fare ujë. Nëse ju qumshi nuk e keni masën e duhur, sepse keni bërë 2 gatime, patjetër shtojeni me pak ujë se edhe shplani enën mirë. Asgjë mos u shkoj dëm. Çdo gjë riciklohet, sidomos në kuzhinë. Shtoj masën e sheqerit. Nëse ju nuk keni lëngun e portokallit, ujin e trëndafilit, mund të shtoni vanilje. Të masën këtu. Ne presim derisa të rëndohet steli. Masa. E që pak më lartë, në nxehtësinë, edhe jemi në rrugë të duhur. Servirim gjellën, u bë gati ajo? Pra, gjella duhet të jetë mjafton të ketë zero rizi. Jo ta përfiti komplet lëngun, sepse normalisht gjatë ftohjes do të përfitet gjithashtu. Do gjithashtu. Akoma dhe më tepër. Kjo është gjella pra me speca dhe oriz. Del shumë e mirë. Çfarë të hash ose e kam bërë unë? Jo. Sepse është gatimi I tillë. Janë produktet e tilla. Edhe me këtë sallami që vuaj tani në fund fare kremviçet, me thënë drejtën, gjithë talentin tim e shkriva këtu. Asgjë tjetër, vetëm oreks tani për këto që do ta konsumoj. Pak bukë. Sikur të kishim tha ca qereste. Moj the fare, kështu siç është, ka nevojë fare për bukë. Siç është, ndër të vetmet që nuk ka nevojë, se themi zakonisht kishim një kore për ta ngjyrë, po është shumë okay dhe kështu siç është. Ka ngjyrat e duhura, kremozitetin e duhur, trajtën që ka marrë, e servirim të gjithë pjatat, se jo se është për një porcion. Ja. Por ju pastaj në varësi të që është mbi tort. Në varësi të sa antar jeni në familje, shumica janë 2-3, 2,
që në ndjekin, do t'i paksoni produktet. Pra do të keni 2 speca, pak më pak oriz, 1 qepë vogël, kopër majdanos me shumit sepse ju bën shumë mirë. Tek frutat e thata, ta tek të muhalebia me frutat e thata, keni ara në shtëpi, keni lajthi, stika, bajame, rrush të thatë. E ullë nxehtësinë tani. Pak kanel. Në maksimum. Do nuk e fik po e lë, gjithu të 3/4. Sepse është miksur. Edhe me një thik, filloj edhe ja të marrë të thika ime. Coptojmë pak, tjenë më të vogla. Coptojmë, unë e kam gati. Edhe zbuten më mirë, po edhe janë më praktike për t'i konsumuar. Pra duket sikur ne bajamet i presim në fletëza. Ti qërojmë në to? Vem bashkë një punë, po. Pra, një formull e shëndetshme. Njeriu nëse konsumon gjellët me perime, pra perimet e stinës kryesisht, frutat dhe disa aror, pra frutat të thata, ka një dietë të ekuilibruar, të shëndetshme, si duhet gjithë tjetër. Është bërë gati muhalebia, i shtojmë edhe frutat. E kemi fiks për... Ke voçkla këtu. Praktikisht më duhet një më e madhe, jo ka që vogël, jetë marrë një më të madhe. Se kam dalë snafe fare. Ka për gjithë. Do të sjellim edhe tavën me patate dhe jemi drejt fundit të gatimeve për sot. Është kënaqësi kur i përfundojmë dhe i sjellim të shërbyera, gati për të konsumuar, sepse zgjidhen të tilla receta të cilat bëhen kollaj dhe prej jush. Piksu. Të gjithë të masën këtu. Okej, është okej. Masa që nga duhet dhe... E marrin dhe patatet? Hedhe dhe këto. Ti bësh gati dhe... Fruta. Muhalebin sjell patatet të cilat po janë bërë edhe shumë mirë madje. Recetën e muhalebis e keni në ekran për t'i shënuar produktet dhe për ta realizuar kur keni në një neps për ëmbëlsira. Ja dhe patatet. Shumë të mira e më bërë, vjen kjo aroma e mirë e trumzës apo rigonit, nëse do zgjidhni, ne hodhëm të dyja, pak trumz, pak rigon, nga pak për secilën. Është mpiksur pjesa e salcës së bardhë dhe të parezistueshme, shumë të mira, shumë të shijshme. Dhe gjitha kjo pa këtu. Edhe ëmbëlsirën, muhalebi me fruta të thata, pak niseshte, pak qumësh, pak sheqer ose një ëmbëlsues tjetër çfarë mund të përdorni ju në shtëpi, shumë fruta të thata dhe ja ku e keni. Këto ishin 3 recetat për ditën e sotme, të mrekullueshme, të lumshin duart. Do të jemi sërish nesër me një orë kënaqësi në kuzhinë. Ja të vendosim edhe këto bimët aromatike këtu. Ne do të shihemi pas pak në orën 10:10 së bashku. Mos harroni të klikoni në kanalin tonë në YouTube Reze Dielli për recetat e ditës së sotme dhe të ditëve të mëparshme. Shihemi nesër. Klikoni. Dhe bëni subscribe. Bashkë të shihemi pas pak me bisedat në studio. Mirë se erdhët në këtë bisedë, do të diskutojmë dhe do të kujtojmë krijimtarinë, dorëshkrimet e një shkrimtari të madh, i cili gjatë muajit marës gjithmonë përkujtohet nga miq, kolegët e afërmit, vajzat e tij,
Bëhet fjalë për shkrimtarin Naum Prifti, për do shkrimet e tij, për krijimtarinë e tij, për mbi 100 e ca vepra që ai ka lënë, novelisti, tregimtari, dramaturgu, skenaristi, kritiku, fabulisti, qëmtuesi folklori dhe mjeshtri shqipërimit. Krijimtaria e tij e larmishme është shtrirë në gjitha këto gjinit dhe padyshim na ka lënë shumë mbi 100 vepra letrare, më shumë se vite jetë në fakt, dhe dyfishi një gjysmë shekulli krijimtarie. Mira faqe të shkruara me dorë, me makinë e thjesht të shkrimit, për cilën Julika Prifti, vajza e tij, më tha që kanë mbetur vetëm 3 makina që i ruan në shtëpinë këtu në Tiranë, po ashtu vitet e tij të jetës në Amerikë, marrëdhënia që ka patur me vajzat, baba intelektual, shkrimtar, edhe mbi të gjitha ka lënë një pasuri të çmuar për krijimtarinë tonë letrare. Julika Prifti, mirë se erdhët në Rrezet Dielli. Mirë se ju gjeta, faleminderit që më keni ftuar në studion tuaj. Me shumë pak nga dorëshkrimet që babai ju ka lënë. Po, këtu kam pjesa tjetër është në shtëpi, po këtu kemi sjell disa elemente që donim të ndanim dhe me publikun. Sjell disa nga dorëshkrimet e babait. Ky për shembull është një skenar filmi që babi e bëri për shumë qejf, sepse babai kishte shumë qejf dhe i studionte figurat historike. Kështu shkruajti filmin për Petronini Luarasin, kur zhdes në këmbë, në bashkëpunim me Priftin tjetër, Vladimir Prifti. Po. 2 priftërinj, po që nuk ishin lidhje me njëri tjetër. Priftëri nga mbiemri, jo nga profesioni. Dhe nga bindjet. Po, edhe ky film është shkruar për Themistokli Gërmenjin. Do shkrimet të cilat i ka ruajtur me fanatizëm, janë kujdesur. Me fanatizëm, po ky është një skenar filmi për Themistokli Gërmenjin, dhe babi i kishte një sistem shumë të mirë të ruajtjes së dosjeve të tij. Shumë i disiplinuar babai. Shumë i disiplinuar. Shkruante titullin, vitet, edhe pastaj shkruante edhe çfarë kishte brenda dosja, kështu gjë shumë e bukur. Jo vetëm i disiplinuar në skenarët, po më ke thënë edhe blloqet e shënimeve që mbante nga jeta e tij e thjesht, ku takonte njerëz, çfarë mësonte prej tyre, ose frymëzimet që i lindnin gjatë takimeve. Ose kurioziteti i tij, për shembull, siç ishin fjalët e urta të një vendi ku kishte shkuar për vizitë, ose emra lulesh, ose emrat e oficerëve, ofiqeve turke, siç e pam në një shënim. Por emrat e të gjitha luleve keni dhe një material, pikërisht kur është përkujtuar këto ditë mes shkrimtarëve në bibliotekën kombëtare, mes shkrimtarëve, le themi kolegëve të tij, të cilët e kanë njohur dhe kanë folur për krijimtarinë e Naum Priftit, kemi përgatitur një material të cilin do ta shfaqim në fund fare të bisedës tonë. Por le të tregojmë pak për marrëdhënien që u kishit dhe si e njihnit ju babain në shtëpi, si shkruante ai, çfarë frymëzonte. Ju keni jetuar për mbi 60 vite me babain, apo jo në Amerikë. Histori të bukur për këtë gjë dhe më kujtua mbrëm. Kur isha fëmijë e vogël, më duket një 10 vjeç, kështu lexova një tregim të babit Vajza e vogël. Edhe atëherë motra e tretë nuk ishte lindur akoma, isha vetëm unë edhe Loreta. Edhe mua më pëlqeu tregimi shumë dhe mendova që unë duhet të rija me prindrit. Vajza e vogël. Mirë, po pastaj lindi vajza e tretë, dhe tani nuk isha unë me vogël, unë nuk bëra dyshi, dhe kjo më mërziti pak. Po fati e solli që mua të më përmbushe i dëshira dhe unë të jetoja me prindrit. Po nga të treja motrat, Julika ka qenë dhe më e përkëdhelura, se dhe nga emri që të ka vënë Julika, ka qenë edhe ndoshta një... Po motra e tretë mori emrin e gjyshit, ishe Rafael dhe bëm Rafaela, se po prisnim djalë që t'i vini me emrin e gjyshit. Po si ta sjell fati, e kujtova atë moment kur lexova Çupa e vogël edhe mendoja sa mirë prindrit të rinë me mua kështu. Po fati e solli që vërtet të rinin me mua dhe unë për pak vite që isha në Greqi edhe në Kaliforni, nga 6 vjet gjithkohën tjetër e kam kaluar me prindrit dhe prindrit u pleqëruan dhe po pleqërohen me mua. Kështu që ke marrë shumë nga Po, ka marrë shumë, po me gjithse ronë shumë edhe pyet shumë edhe bisedon shumë, ne ishim si një redaksi e vogël, se unë kam mbaruar për gjuletërsi, edhe motra e vogël mbaroi për gjuletërsi dhe na pëlqente të diskutonim për gjëra të ndryshme të letërsisë ose të krijimeve në shtëpi. Po puna është që nuk
arrin do të pyesësh për çdo gjë që do. E vërtet. E kupton? Nuk e di, tani që ai nuk është. Çfarë pyetje të ka mbetur pa ja bërë? Çfarë do të doje ta pyesje dhe që nuk ja bëre dot sa ishte gjallë? Shumë interesante kjo. Në revistën Ndori u botuan disa novela të gabuara dhe pas kësaj dhe babi çoi një novelë. Edhe e lexoi gazetari Fisnik Sina, ja dha Dalan Shaplo ta lexonte, ndoshta nga që ai ishte shumë shok me babin dhe nuk donte që të bënte ndonjë kritik, nuk e di këtë po e them unë. Edhe e lexoi edhe babi shkoi aty edhe ai tha, "Ua, tha na unë sa novele fort, kjo tha si ke mundur të kritikosh kaq fort sistemin kështu, po babi e kam bërë mirë." Edhe pastaj të ngritë Fisniku për pjetë dhe ti do të mbyllësh revistën Ndorë me një tjetër novelë të gabuar. Figurë dezidente shkërtaj në unë Ta mbaroj pak këtë. Edhe unë tani nuk e di për kë novelë bëhet fjala. Kjo ka qenë pyetja që nuk e ke bërë. Edhe Fisniku vetë nuk e mban mend. Kam një mendim se është parcela anës rrugës, po tani nuk e kam babin ta pyes, se nuk e dija këtë pyetje përpara. Përsa pyetje suaj se a ishte Nauni disident, në qoftë se do ma kishit bërë këtë pyetje kur isha e vogël në vitet 70, do thosha po, është, sepse në atë kohë babai filloi të shkruante pa censur, ashtu si që mendonte, ashtu si që shikonte gjëra, dhe pasi i shkruante, vinte edhe na i lexonte neve në shtëpin tonë të rrugës Barancuri, 330 fraksion 3. A i shkruante vepra dhe o lexonte juve si po, shkruante deri në drek, pastaj vinim, hanim drekën, edhe pas drekën neve pristim të shikonim çka kishte shkruar babai. Ka qenë frymëzimi në mëngjes, zakonisht. Po, në mëngjes edhe kishte planin, ndoshta se ndonjëherë nuk mbaroheshin ato ditë se ishin më të gjata, e kupton? Edhe mua mbaj mend që më dridhe i mishi kur ai lexonte dhe thoshte për shembull që çfarë kryeministri budalla kemi neve që për Memeçeun, merre me mend ti ta shkruash të zezë mbi to, sepse në ato edhe ta shkruash në bibliotekën kombëtare, në zallën shkencore. Thoshte që ndalon të ngrihen rrugët edhe të lidhet fshati me qytetin, sepse thotë i bëjmë gati për tankset jugoslave. Merre me mend ta shkruash këtë dhe ta kesh aty, më duke shumë e rrezikshme. Disa vepra e quan dhe për ri... Këto ishin ato që do botoheshin pas vdekjes babait, se s'kishin shans të botoheshin në ato kohë, edhe me të vërtet. Edhe unë mendoj që po ta kishin kapur babain me këto flet, atëherë dënoheshe për të mbajtur një libër të ndaluar, jo për të shkruar fjalë të tilla. Në një nga veprat e pabotuara, ku ishte për Nolin? Po, për Nolin. Që ditëm folëm pak më parë. Në këto veprat e babit shikoj dhe historia pak e Shqipërisë dhe e viteve të komunizmit. Ky libret shfaqe për Nolin ka dy... Ishte një moment shumë interesant që më tregoi Julika, ku arsyeja që nuk u bë shfaqje... Jo, shfaqja u bë, po vetëm një herë. Nuk u dha më. U dha vetëm një herë. Një punë një vjeçare, u dha vetëm një herë. Me kompozitor, me dirigent, me muzikë. Kush e ka shkruar këtë në këtë faqe? Turp, thotë, si guxon? Si guxoni të më... Si guxoni? Të më paraqisni këtë material imoral. Si guxoni të më jepni këtë material imoral. Kush e ka shkruar këtë në ato vite? Po pse e ka quajtur imoral? E ka analizuar fjalën imorale që i punojnë të gjitha allatet. E pse që nga të gjitha allatet fjalë imorale? Ku në një bisedë në dialog pandi, duhet të thoshte okej. Raporti mjekëve, ku thotë... Për zogun, thotë që është në rregull, do me thënë nuk është i martuar e nuk ka fëmijë akoma, po është në rregull të gjitha allatet i punojnë. Edhe për këtë kjo ishte e turshme dhe ishte imorale. Shiko si ishte koha. Si ka qenë sistemi, si ka qenë koha e tillë. Babi me ky skenar, ose ky libret është shkruar me Tonin Milotin, që ishte poet shumë i mirë dhe babi ka bashkëpunuar shumë mirë me të. Edhe kemi dhe një faqe tjetër interesante këtu, kënga për Fanolin. Do të luftoj gjersa të vdes. Shpërblimi mjaft për mua do të jetë një këngë prej lebërish e labëreshash, kur të vdes, kërkon Fanoli. Ka kërkuar Fanoli? Po, Fanoli e ka shkruar në një letër. Shumë interesante. Shumë interesante, edhe babi me Toninin e shkruan këngën
Nga letra që ka dërguar Fanoli në atë dhe ka shkruar një këngë labe, si që ka kërkuar Noli pas vdekjes që Noli që ky do ishte shpërblimi. Shpërblimi, të më bëni një këngë labe. Do me thënë ata ja plotësuan. Është një këngë shumë e bukur edhe shumë labërisht dhe tingëllon. Mund të lexosh në një resht ose po zbret shtigjeve labëresha si sërkadhja e tomorit. Hiq një valen arbëresha për kujtimin e Fanolit. Kur në djep përkundi nëna të mëkoi flak për lirin, sa të ndriti dielli dhe hëna tu shkrigjani për Shqipërinë. Këngëtar i halleve, o bilbili valleve, o gojtar i zjarreve, pishtar i aradheve. Ëndra jote mori flet, pran sofrës vegjëlia. Pran dritës bi e bia, erdhi vera e vërtet. Vale vjosës fëshfërin, vale dunës farfurin, që nga Shkodra gjerë në Vlorë, arbëresha të thurë kuror. Shumë do shkrime, unë jam shumë kurioze t'ju pyes, sepse këto janë vetëm pak nga dosit që vajzat e shkrimtarit kanë në shtëpi. Çfarë do të bëni me të gjitha këto do shkrime? Çfarë porosi u ka lënë babai? Babai nuk lanë në një porosi, por ne e dim të që do thoshte babai, që neve duam t'i botojmë në një vepër të plotë. Kjo do ishte dëshira jone dhe puna jone madhe që do bëjmë edhe ndoshta edhe zgjedhja ose ofrimi një organizate dikush për të bërë këtë botim që është kolosal. Shtëpia e ti këtu, sepse a jenë ndante jetën mes Shqipërisë edhe Amerikës, vinte shpesher, më thënë, në Shqipëri, jo vinte shpesher, po vinte çdo vit. Edhe fraza e tij e preferuar ishte që vi në Shqipëri me qef dhe iki më me qef. Babi ishte humoristi mbaruar, domethënë kishte shumë humor. Ndërkohë në prallat që ti mban mend që të ka lexuar kur ke qenë e vogël, ke veçuar edhe një libër që është botuar, sepse shkruante edhe për fëmijë. Pika e ujit. Pika e ujit, po. Babai ishte shumë i ri kur lindi Loreta, vajza e parë, motra ime e madhe, ishte vetëm 22 vjeç, po kur linda unë, ai ishte 5 vite më i madh. Edhe kështu që e dinte pak më mirë punën e babaj, do të thosha unë, edhe kur fillova unë të flasë edhe të kërkoj pralla, ishte edhe më i moshuar të themi, ishte 30 vjeç ose pak më shumë. Unë nuk flija kollaj në gjumin e drekës edhe kërkoja të më lexonin pralla ose të më tregonin pralla, dhe kështu babi filloi, se i mbante sytë edhe ai mbyllur, më kujtohet ky moment, edhe më tregonte pralla. Po prallat i dëgjonte me vëmendje dhe mamaja. Edhe pasi i dëgjoj shumë pralla, i tha, na unë ti bën mirë ti shkruash këto se janë shumë të bukura. Sa i filloi si kodo, me thënë që ti tregoj për të vënë gjumë vajzën, edhe për të rritur fantazinë përmes prallave. Edhe ndoshta edhe më thellë se babai gjithmonë plotësonte një mungesë, ku shikonte një mungesë e plotësonte, dhe në atë kohë nuk ishte shumë pralla në qarkullim, edhe jo pralla aq të bukura, interesante, të tilla. Edhe kështu që e plotësoj këtë mungesë. Një minutë, do them edhe diçka tjetër. Pika e ujit është një prallë e mrekullueshme që unë do të thoja që duhet të përkthehet në të gjitha gjuhët, sepse tregon qarkullimin e ujit në natyrë dhe ja ku e kemi dhe këtu. Kjo është pika e ujit, edhe mua më duke se pika e ujit isha vetë. Vajza që shkon nga mali Tomorit e deri në detin Adriatik. Pra pikat e ujit si qarkullon? Një pik ujit, do me thënë, edhe i kërkon mama se lutem të dal pak, se kështu, i thot mama është dil, po mos u vonot. Ama me gjuhën që përdorin prindrit edhe nënat. Pastaj baba i ka shkruar edhe shumë pralla të tjera, dhe një nga ato është Gara i Drerit. Nuk e di, është këtu, jo. Mes morisë librave diku në të në bibliotekën. Po, mund të jetë. Është ajo në atë vëllimin pralla për një muaj, ku ka 30 pralla, edhe atë prallë e kujtojmë her pas here edhe sot, sepse ngjarja ndodh edhe tani. Kafshët e pyllit bëjnë një garë vrapimi, ai që ishte pari rrëzohet edhe mund të mbytet, edhe dreri ndalon, mendoj të dali pari, po ndalon e ndihmon shokun të ngrihet dhe lë atë të dalë përpara, se po mos ishte rrëzuar, thot ai do ta fitonte gara. Edhe kështu ndodh edhe sot në shumë gara,
ka vrapues që rëzohen edhe tjetri e ndimon dhe lëtë shumë larkë pamse dhe shumë e vërtet. Edhe mbetet e vërtet edhe sot e kësaj dite. Këtë kanë cilësi shkrimet e babit, që kanë shumë vërtetësi. Edhe kanë në qëndër njeriun e thjesht. Po, njeriun e thjesht, në njëherë edhe jo aqë të thjesht, se ka edhe me ministra, edhe me njërës të... Ashtu, po babi ndjen shpirtin shqiptar, e njeh shumë mirë Shqipërinë edhe shpirtin shqiptar. Po, e para ato nuk harruan, e dyta shkruen me shumë mjeshtëri, sepse babai është quajtur mjeshtër i tregimit që me vëllimet e tij të para, ose Çehovi i Shqipërisë. Edhe këtu dua të falenderoj Dimitër Haxhimialin, profesorin që foli pak edhe në atë përkujtimorin që bëm në bibliotekën. Po, ai pasaj më tha, harova të thosha që... Që vërtet, unë e kam lexuar në një intervistë që na Prifti ka dhënë, edhe pse kur e pyetën që si ndihesh ti që të kanë quajtur shpeshherë si Çehovi i Shqipërisë, dhe me atë modestinë e vetë, shumë modeste që unë nuk jam spioni i Shqipërisë, por që ka në qendrën e epicendrën të tregimeve të tij njeriun e vërtet, njeriun human dhe gjithë dimensionet e tij. Tani që figura e tij po ridimensionohet, po i jepet kaq rëndësi këto ditë, është bërë një aktivitet, si ndjeheni dhe unë ndjem shumë mirë njohëse së pari Akademisë Shkencave, e cila bëri një aktivitet shumë interesant vitin e kaluar, në të cilët u pa vepra e babait në të gjitha zhanret, dhe si mbjet dua të falenderoj bibliotekën kombëtare, edhe veçanërisht drejtorin e saj, profesorin Piro Misha, dhe në drejtoreshën Majlinda Toçit, të cilët bën një punë të shkëlqyer për këtë prezantim të ri të veprave të babait në salën e tyre. Dhe se si u organizua dhe shumë elementë të tjerë që ndoshta nuk mundëm do t'i sillim këtu në studio për veprat, për shkrimet. Ne kemi përgatitur një material ku kanë folur miqë dhe kolegë për ta ndjekur dhe për ta përmbyllur, duke ju falenduar dhe ju që zgjodhët të vini të flisnit për shkrimtarin e madh dhe babain tuaj. Faleminderit shumë, edhe unë jam shumë mirënjohëse. Le ta ndjekim së bashku materialin e përgatitur, ku miqë e kolegë flasim për shkrimtarin e madh Naum Prifti. Dorëshkrime personale dhe një dokumentar për jetën e shkrimtarit e njohur Naum Prifti u publikuan fundjavën e shkuar në një event ku ishin mbledhur familjar, miq, kolegë dhe lexues të personalitetit të njohur të botës letrare. Shkrimtari ndërroi jetë 2 vite më parë në Shtetet e Bashkuara, ku jetonte prej vitesh, ndërsa jeta e tij u kujtuan nga miqt që e kanë njohur në të gjallë, duke ndarë me të një pjesë të jetës. Ne jemi rritur dhe jemi edukuar nga Naum Prifti dhe nga shokët e tij, shkrimtarë të tjerë, të cilët botonin që në vitet e fëmijërisë, libra që i çmonim shumë, na tërhiqnin shumë dhe luanin edhe rolin thashtë edukatorit. Këta figura ishin edukatorët tanë përveç prindërve, përveç shkollës, duke qenë se jam rritur te Shallvaret, fëmijërinë e kam kaluar aty. Teatrin e Kuklave kishim shumë afër dhe shkonim, kishte shfaqje paradite, ishte shumë i frekuentuar atëherë nga fëmijët Teatri i Kuklave, dhe ky emër Naum Prifti na ngeli i fiksuar në memorien tonë, sepse ai bënte skenarin shpeshherë të pjesëve teatrale që luheshin për fëmijët aty. Natyrisht me rritje pasaj filluam të lexojmë edhe librat e tij të angazhuar, si të thuash, të jepte përshtypjen e njeriu të rënd, ishte i rënd edhe në të ecur Naumi. Bile sot u lexua një poezi për profesor Skënder Luarasi, shumë e bukur, që e simbolizon e krahason me Lisin. Dhe mua që atëre, thoshim dhe me miq të shokët, kur lëviz Naum Prifti sikur zhvendoset në një pemë rënd kështu, kishte
Bastetor është i të ullur, sigurisht edhe lëvizjet ishin një qik kaotike, theme, nuk ishin drejtëvizore. Mes materialeve që u ekspozuan për herë të parë, ishte letërnjoftimi i tij, libreza e pensionit apo korrespondenca me kolegët e fushës së letërsisë, mjeshtri i gërmave, njihet si një nga emrat më të rëndësishëm të letërsisë shqiptare, që i rezistoi viteve të komunizmit dhe shkëlqeu si novelist, tregimtar, dramaturg, skenarist e më gjërë. E gjitha më duk një gjë e gjetur, e kulturuar dhe që mbetet. Shikoj, këtu në rase kamera, tani po prek shkrimin e Naumit. Është një gjë e bukur e rrallë dhe emocionuese. As sikur edhe në atë dokumentarin që kaluam, më bëri shumë përshtypje, tha, po e hedh tek lumi hirin e Naumit, edhe lumi ta çoj, ta shpërndaj në pra det, ta çoj. Ajo nuk e tha, po nga lumi shkon në det, shkon në oqean. Pra ndërkombëtarizohet shpirti i Naum Priftit. Çdo njeri të mbylli pak syt dhe të kujtojë çdo të thot njeri i mirë, njeri i bablok. Naum Prifti është simboli i njeriu të mirë në këtë jetë. Si shkrimtar secili e lexon, e shijon. Unë kam kujtime të hershme, sepse ai i pari, Naum Prifti, dhe Mitër Gjuvani, me Vlan Shanaj, dhe më vone me Sadije dhe Vasil Albanjeli, janë 4 që vinë nga Politeknikumi mjekësor të dinin ndihmës mjek. Edhe unë kam dalë ndihmës mjek, po e kisha modelin e Naum Priftit si shkrimtar, si artist, edhe të Dimitër Gjuvani. Edhe kur takoheshim, e shkëmbeni këtë bisedë. Unë nuk mendoj se Naum Prifti e njëjtë fjalën inati, në lefin. Jo, tek ai ishte ngurosur mirësia. Shkrimtar i madh, po njeri shumë i madh. Personazhet e veprave të tij janë njerëz të thjeshtë, ata kanë një fuqi të magjishme në të kaluarën e në të ardhmen për të rrëfyer lirinë e tyre, gjë që ka shëndëruar Naumin në mjeshtër të narracionit dhe dialogut. Është në gjërat më të bukura me bë një ndërmendje, siç ishte sot kushtuar të mrekullueshmit shkrimtar, njeriu të madh, Naum Prifti. Të lëvrosh nga pena e tij është një kënaqësi e madhe, sepse është kaq afër, është kaq intim, është kaq detaje. Ka ndërtu kaq shumë figura, ka shkru kaq shumë libra, ai është i gjithanshëm për fëmijë, për të ri, për të mëdhej, e veprat e tija nuk kanë më harru. Sepse e tillë ishte forca e tij, dhe sado që të hecësh, sado që të kërkosh, ti do ngelesh te ky njeri me lexu, sa është kaq i rahatshëm, është kaq i vërtet. Naumi kishte një vepër dasëm panuse, komedi. Edhe unë mlodha gjithë grupin e ndërmarrjes, edhe i mësoja për teatrin, e i mësoja se si me interpretu, etj. Por çfarë më ka ngel mend është fuqia e pendës tij, se ku e kishte atë humor ai. Ishte kaq e bukur vet titulli dasëm panuse, që jepte një dërtrokitje të madhe, një qeshje e madhe spektatorit me këtë komedi. Naumi si gjithmonë një zotnit, gjithmonë i buzëqeshun, nuk e pranonte që të binte në trishtim, të jepte dikujt trishtim, ishte shumë gojamel. Për shembull i tham, Naum, erdha i them, kisha ardhur në Shqipëri, mandej shkonin. Ai nuk e dinte fare se unë kam ardhur, kam shku. Si them, Naum, erdha, veç me të përshëndet deshta. Erdhe, këtu jetash i po. Sa më gëzove. E di që i këtu tani. Mes shumë materialeve të ekspozuara, ishte edhe një fletore fjalor me emrat e luleve, si i vetmi që ka dokumentuar të gjithë llojet e luleve që gjendet në Shqipëri me emra të vërtet. Disa nga emrat e tij janë bërë filma shumë të dashur dhe të vlerësuar nga publiku, i cili kaq shumë e deshi penën e mjeshtrit. Në ditët e sotme, përdorimi i ilaçeve apo barnave është i pashmangshëm për menaxhimin e shumë sëmundjeve, por ja kemi bërë ndonjëherë pyetjen vete se sa të sigurt jemi nga përdorimi i barnave dhe efektive anësore që ato kanë. Farmakovigilenca është kjo disiplinë që merret pikërisht me menaxhimin dhe analizimin e kësaj situate, por çfarë ndodh në vendin tonë?
Sa raportojnë efektet anësore nga pacientët, po ashtu edhe nga mjekët? Si mund të rregullohet, le themi, kjo disiplinë dhe që ne jemi të sigurt për barnat që përdorim? Jam me zonjën Gentiana Qendro, që është regulatore farmaceutike dhe përfaqësuese vendore e farmakovigilencës. Kënaqësi që jeni në studio. Përshëndetje. Për disa dilema, për disa pyetje, pikpyetje, ka njerëz që marrin edhe ilaçe pa recetë, që kanë efekte anësore nga barnat që konsumojnë, nga ajo lista e madhe e gjatë e barnave për shkak të gjendjeve dhe sëmundjeve që kanë. Shpeshherë këto kanë, në më të shumtën e rasteve, kanë efekte anësore, të cilat her pas here dhe nuk i raportojmë, nuk i tregojmë mjekut, mjeku pa ashtu nuk i tregon dhe pacientit, pra është një sistem që i mbyllur. Të flasim fillimisht për këtë lloj disipline, si funksionon në vendin ton farmakovigilenca. Atëherë, pikë së pari, farmakovigilenca është një shkencë, e cila merret kryesisht me mbledhjen e këtyre raportimeve të efekteve anësore që paraqesin barnat. Më pas është studimi i tyre për të parë, domethënë, se si kanë ardhur ose pse janë shkaktuar këto efekte anësore. Më pas është dhe vlerësimi, kuptimi dhe deri aty sa më të shkojmë deri në heqjen e barit nga tregu. Në vendin ton ekziston është sektori farmakovigilencës që është pranë Agjencisë Kombëtare të Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore, i cili funksionon që rreth viteve 2014, atëherë kur farmakovigilenca u bë pjesë e ligjit për barnat, për shërbimin farmaceutik dhe barnat, ligji 105 i vitit 2014. Por deri para pak viteve ishte thjesht si një sektor dhe përfaqësohej ose ishte vetëm një punonjëse e Agjencisë së Barnave, e cila kryente funksionin e saj pranë këtij shërbimi. Vitet e fundit, në momentin kur hyri dhe u miratua rregulloria mbi farmakovigilencën, atëherë filloi të jepesh edhe një rëndësi më e madhe dhe të bëheshe më konkrete. Që do të thotë, në momentin e miratimit të rregullores, nëpërmjet kësaj janë të pasqyruar ose janë të detajuara kush do të jenë aktorët që paraqesin ose raportojnë efektet anësore, si do bëhet raportimi këtyre efekteve anësore dhe më pas grumbullimi dhe vlerësimi këtyre efekteve anësore. Dua të bëj diçka, domethënë me dije që kur themi efekte anësore, nuk kemi të bëjmë me ato efekte anësore të cilat janë të ditura tashmë dhe janë të përshkruara në fletën udhëzuese të çdo bari, por janë efekte anësore të cilat nuk janë të ditura. Pra, në qoftë se ne nuk raportohen se prandaj dhe s'kan studihen. Në qoftë se ne, për shembull, marrim një produkt, ta zëm aspirinën, që është e njohur nga të tërë. Dhe një nga efektet që ajo jep është përdorimi në doza më të larta, ose i shoqëruar ky me medikamente të tjera mund të japi hollimin shumë të gjakut deri në hemoragjira. Pra, ky është një efekt që dihet në qoftë se ky do shoqërohet bashkë me një antikoagulant tjetër. Por ama, ka raste për shembull që në qoftë se është përdorur bari në mënyrë të rregullt, sipas rekomandimit të mjekut, sipas fletë udhëzuesit, pra në qoftë se ai është i kundërindikuar në një sëmundje të caktuar dhe përdorimi në këtë rast dihet që do japi këto efekte anësore, këtu nuk kemi të bëjmë me një efekt të ri anësor ose një efekt të padëshirueshëm. Ose në rastin këto efekte janë të raportueshme, janë atëherë kur bari është përdorur sipas rekomandimit të mjekut në dozën e lejuar prej tij, vetëm për ato sëmundje, domethënë që është dhënë, dhe në situata të tilla ideale kur dihet që përdorimi i kombinuar me barna të tjera ose në situata të caktuara do japi këtë efekt. Pikërisht, çfarë ka ndodhur në disa raste. Për shembull, ka patur raste në të cilat barnat janë hequr nga qarkullimi. Ai që është pak më i freskët në tregun ton farmaceutik është heqja e ranitidinës nga qarkullimi ose e ranitalit. Për arsye sepse nga raportimet e shumta që ishin bërë, jo vetëm në Shqipëri, por në tërë botën, atëherë është vënë re që përdorimi i shpeshtë i këtij shkaktonte deri në situata kancerogjene, patologjitë kancerogjene në organizmin e njeriu dhe prandaj është hequr nga qarkullimi. Për disa veta thoshin që është shumë i mirë, disa të tjerë kishin patur problematika të tilla, por ama këto lloj studimesh nuk bëhen për individët tek e tek, pra nuk bëhen për gentën, nuk bëhen për nikin dhe nuk bëhen në mënyrë globale. Dhe pikërisht për këtë është ngritur dhe një qendër ndërkombëtare e farmakovigilencës, e cila është në bashkëpunim të një programi ndërkombëtar të monitorimit të barnave nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Dhe kjo qendër është në Uppsala, pra të gjitha shtetet
raportojnë në mënyrë të rregullt, në mënyrë periodike në Uppsala dhe ajo bën grumbullimin pikërisht të këtyre lloje raportimeve dhe fillon dhe bën studimet në lidhje me këtë dhe bën verifikimin e riskut apo të rrezikut të këtyre lloj raportimeve. Po deri në këto sëmundje kancerogjene është shumë e rëndë të mendosh që ilaçet sillin këto probleme janë pasoja afatgjata. Po. Prandaj dhe shumë gjëra shumë produkte, shumë barna kanë dalë nga qarkullimi pikërisht për këtë gjë. Për efektet anësore të Përse të këtyre barnave? Përse sepse ne dimë që një produkt farmaceutik, një bar, të dalin në qarkullim, pra të hyjë në përdorimin e gjerë, kalon në për 3-4 faza. Është nga momenti kur shpikat molekula, fillon në fazën eksperimentale, në fazën tek pacientët vullnetar e kështu me radhë. Por ama, jo të gjitha efektet anësore mund të jenë të dukshme. E kuptoj. Sepse ka efekte anësore të cilat janë të shtrira në kohë, nuk jepen në mënyrë të menjëhershme. Plus që edhe pacientët nuk janë shumë vigjilentë, jo vetëm tek ajo, po dhe organizmat janë të ndryshëm. Dhe organizmat janë të ndryshëm, si reagon, njëri nuk reagon tjetri. Përdorimi një medikamenti, unë mund mos ta di që kam një sëmundje të fshehur dhe përdorimi i kësaj çfarë bën? Bën që mund të më dali pikërisht sëmundja që unë nuk e dija që nuk e kam. Ose kombinimi i këtij medikamenti me barna të tjera. Nuk mundemi dot në fazën eksperimentale dhe në faza studimi të bëhen të gjitha kombinimet e mundshme të këtij barit. Është e pamundur domethënë. Mendosh që njerëzit pinë lloje-lloje të ndryshme. Është e pamundur të bëhet të gjitha kombinimet e mundshme. Prandaj dhe i duhet jemi vigjilent në momentin kur shfaqen këtë lloj efektet anësore. Kur themi vigjilent, duhet jemi vigjilent që tek pacienti që është ai i pari që e ndjen domethënë këtë efekt anësor, deri tek mjekët, stomatologët, i gjithë personeli shëndetësor. Ata kanë detyrimin të raportojnë dhe efektet anësore më të vogla që shfaqen. Për të gjitha llojet e barnave, se ka njerëz gjenda që shkojnë dhe marrin barna të ndryshme pa recetën e mjekut. Okej, janë barna të lejueshme. Domethënë është një listë gjatë e barnave të cilat mund të merren pa recetën e mjekut. Pra janë barnat që janë mbi banak, po ta shqipërojmë atë fjalën, janë barnat OTC. Që gjithkush ka të drejtë ose mundet të shkojë të marrë lirshëm pa qenë i detyruar të shkojë tek mjeku. Dhe edhe tek këto barnat, pavarësisht se janë të lejueshme të tregtohen pa recetën e mjekut, përsëri efektet anësore janë të shfaqur, mund të duken. Mund të jenë ato që janë të përshkruara dhe pacienti shikon dhe thotë shikoj, unë këtë produkt nuk duhet ta shoqëroj me produkte qumshtin, nuk mundem dot ta pi me një herë mbas ushqimit, nuk mundem dot ta marr nëse unë kam probleme me sistemin gastrointestinal, nëse unë përdor edhe një produkt të një familje tjetër, të një grupi tjetër farmaceutik, unë nuk duhet ta përdor këtë. Pra janë gjëra që njihen në bazë të studimeve që janë bërë deri në momentin kur produkti ka dalë në treg. Por janë këto efektet e fshehura për të cilat ne duhet jemi të shumë të dija se si funksionon ky sistemi i barnave, importit të barnave në vendin tonë. Është vërtet që këtu nuk vinë ilaçe të mira? Jo, nuk është as pak, domethënë nuk për personalisht nuk mund që ose dhe vetë mjekët thotë që shiko merre në Itali ose merre jashtë ilaçi se e kanë më të mirë. Ndonjëherë është krijuar ky koncept, sepse po i njëjti bar vjen si ai që është në Itali dhe ai që është këtu. Një produkt farmaceutik, një bar, para se të dalë të qarkullojë në tregun tonë këtu në Shqipëri, kalon dhe ai në fazën e regjistrimit. Kjo fazë regjistrimi nuk është një fazë që bëhet për një javë, 10 ditë apo për një muaj. Është një proces i gjatë që shkon për disa muaj. Dhe importuesi, pra kompania farmaceutike që do ta importojë këtë bar, e ka detyrim ligjor që fillimisht ta regjistrojë atë këtu tek ne. Pra të marrë autorizimin për tregtimin e këtij bari, të drejtën për ta tregtuar këtë bar. Dhe kur themi regjistrimin, atëherë vjen një dosje shumë e madhe dhe goxha voluminoze nga vendi i origjinës. Mund të jetë prodhuesi ose mund të jetë edhe një kompani tjetër që e ka autorizimin për ta tregtuar këtë bar në vendin e tij. Ndryshimet që janë bërë ligjit për shërbimin farmaceutik e ka të përcaktuar qartë se dhe nga duhet të vinë këto barna. Pra, janë barna të cilat duhet qarkullojnë në një nga shtetet e Komunitetit Evropian, në barna të cilat qarkullojnë në Kanada, në SBA, në Australi dhe në Turqi. Pra në rast se një produkt nuk qarkullon në një nga këto barnat, nuk mundet do të regjistrohet në vendin tonë. Ideja është që tek besueshmëria ndoshta që kanë pacientët për atëherë ajo është diçka domethënë relative. Kjo është diçka relative sepse ndonjëherë është dhe kjo që njeriu beson shumë kollaj çfarë i thuhen nëpër kafe,
ose çfarë mund të diskutoj me njëri tjetrin. Por ama thash është kjo që i njëjti bar nuk reagon një lloj në organizmin tim me organizmin tënd. Dhe unë them për mua është shumë i mirë, ndërsa ti mund të japësh eksperiencën tënde, do thuash mua s'më ka bërë efekt. Po mosbërja e efektit mund të jetë për disa arsye. Ose nuk është përdorur në mënyrë të rregullt, pra ti nuk e ke marrë sipas rekomandimit të mjekut. Dhe kryesisht kjo ndodh me antibiotikët, që ne mjekimi mund të jetë nga 7 deri në 14 ditë, por çfarë ndodh? Ai bëhet përgjysëm sepse u shëruam edhe nuk e vazhdojmë me mjekimin. 2 ditë, edhe meqense është antibiotikë po bëhesh gogoli dhe nuk duhet ta përdori më gjatë, por ama ndërprerja e mjekimit në këtë rast çfarë bën? E bën më të zgjuar mikrobin në krahasim me mendjen e njeriu. Nëse njeriu për të shpikur një antibiotik të ri, të një gjenerate të re, do t'i duhen deri në 10 vite, studime, prova klinike, mikrobit i duhen pak ditë për ta transformuar veten e tij dhe për të bërë më i fortë. Jo, për të bërë më i fortë. Sepse ai do krijojë atë mbrojtjen e tij, mbrojtjen e tij për të luftuar antibiotikun, për të luftuar armikun e tij. Dakor, dhe ndërprerja bën që të krijohet kjo rezistenca mikrobiale. Që të mos përdoren, por me kriter, sepse edhe mjekët ndonjëherë teprojnë, me thënë drejtën, për një viroz ose vetë familjarët marrin një antibiotik pa. Ty futemi tek profesionalizmi pastaj i mjekut. Nuk mundemi dot ta diskutojmë në, domethënë se sa profesionist mund të jetë njëri apo tjetri, por ndonjëherë jemi dhe ne vetë si pacient që kënaqemi nga mjeku i cili na ka mbushur të dyja anët e recetës, ai është mjek shumë i mirë. Ndërsa një mjek që të përcjell mbase me të thotë që shikon se nuk ke nevojë për antibiotik, nuk je në fazën antibiotikut. Vërtet mund ta kesh atë dhimbjen e grykëve, por nuk është për antibiotik, pra nuk kemi të bëjmë me një infeksion ose, shto pak lëngjet, shto pak vitaminat, bëj pak fiskulturë më shumë për të rregulluar këtë situatë në të cilën ti ndodhesh, për ne ai mjeku nuk është i mirë, sepse s'më dha ilaçe fare. Ilaçe fare, drejtë kjo. Po për suplementet a kanë efekte anësore sepse jemi të gjithë të orientuar drejt suplementet, kripa me karar. Pra çdo gjë e tepërt ka efekte anësore. Nuk mund të themi ose janë suplemente dhe nuk na bëjnë dëm, ose janë produkte bimore dhe nuk na bëjnë dëm. Të gjitha bëjnë, domethënë e kanë atë efektin e tyre deri në një pikë të caktuar. Ka përcimi i këtij cakut fillon të shfaqen efektet anësore. A ka patur raste për shembull në vendin tonë që vetë farmakovigilenca ka arritur që për shkak të efekteve anësore të një ilaçi të jetë larguar, të mos merret më parasysh ai ilaç për trajtimin e kësaj gjendje shëndetësore? Duke patur parasysh procesin e gjatë që kalojnë barnat për të regjistruar, importuesi sjell mostra, të cilat lihen gjithmonë në ruajtje, mbasi bëjnë analizat e para dhe merret leja e qarkullimit ose leja e tregtimit, autorizimit tregtimit të barit, gjithmonë ngelen ato në ruajtje. Përse? Sepse mundet në një moment të caktuar raportime që mund të jenë bërë nga vendi jon, nga vende të tjera dhe deri në loti, pra cila seri është e dëmshme. Mbase vetëm ajo seri dhe jo gjithë produkti, pra jo gjithë molekula, jo gjithë bari. Dhe pikërisht rikthehemi edhe një herë dhe bëjmë analizat dhe dilet nga qarkullimi. Këto janë komplet procese ose që i bën Agjencia e Kontrollit të Barnave, pra është monitorimi i vazhdueshëm që i bëhet barnave, por rëndësia më e madhe është që ne t'i raportojmë këtë lloj efektesh anësore. Mos të rrim në heshtje, më dha këtë shqetësim, e ndërpreva, e lënë në dollap atje dhe vetëm sa shtojmë dhe bëjmë një farmaci, një mini farmaci secili në shtëpitë tona dhe nuk i përdorim. Dhe rrim në heshtje dhe shprehemi me këtë që nuk më bëri gjë, më bëri dëm biles e piva dhe më bëri shumë keq ai ilaç. Ju jeni farmaciste, sigurisht do mbroni barnat, po a janë shtuar shumë ilaçet, njerëzit po marrin shumë ilaçe në ditët e sotme. Tani ajo është treg i lirë. Dhe në momentin kur ka barna patent, ka dhe barna generik, automatikisht do shtohen. Sëmundjet janë shtuar, këto do mjekohen, patjetër që duan molekula të reja. Janë bërë të formave nga më të ndryshme, sigurisht që po. Tham, mikrobet, virozat e këto janë dhe këto me rezistencën e tyre, automatikisht ne do duam të gjejmë molekula të reja. Por në momentin kur një bar patent e humbet mbrojtjen e tij nga patenta dhe atë mund ta blej dhe një kompani tjetër që quhet bari generik më pas, atëherë barnat generik janë të shumtë. Çdo kompani
nxjerr molekulën. Nxjerr molekulat e tjera. Po molekulën që i ka bler patentën nga dikush i vë emrin e tij dhe futet në treg në bazë duke plotësuar të gjitha kriteret. Falenderoj shumë që ishe në studio për të treguar rreth farmakovigilencën, ndoshta një term jo shumë i rahur dhe i njohur mes nesh si pacient. Faleminderit. Këtë do jepja si këshill që çdo efekt ansor mos anashkaloni. Raportoni tek farmacisti, tek mjeku. Është shumë e thjeshtë për të raportuar dhe vetë pacienti mund të raportoj, është një formular online, po të futen tek website i Agjencisë Kombëtare të Barnave, mund të plotësoj dhe mund të ridërgoj përsëri online, ose mund të printoj dhe të paraqesi, domethënë pranë agjencisë. Pra nuk është e vështirë për të raportuar. Thjesht do të ndiqen të plotësohen të gjitha rubrikat që ka, domethënë, ai formular. Faleminderit edhe një herë për këshillat, ju uroj ditë të mbarë, gjithashtu edhe shikuesve që na kanë ndjekur për gjatë transmetimit të ditës së sotme, shihemi nesër me Reze Dielli. Mirupafshim.